të nderuar deputet, në sallë janë të pranishëm 106 deputet. Konstatojmë se mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimin e seancës konstitutive më 1 maj 2025, në cilësi të kryesuesit të seancës konstitutive, kam propozuar që zgjedhja e kryetarit të kuvendit të bëhet me votim të fshehtë, si dhe kam propozuar formimin e komisionit zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit me nga një përfaqësues të secilit subjekt politik. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar Hekuran Muratin, ndërsa partitë subjektet që nuk kanë propozuar kandidatin për komision janë Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Srpska Lista dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokrate. LUS, Partinë Demokratike, që ta propozoj kandidatin për anëtar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Nderuar kryesues, ju ftoj që përkundër presionit që e keni nga partia që i takoni, mos u bëni pjesë e shkeljes ligjore dhe kushtetuese dhe mos i vendosni vetë nëse keni të propozoni kandidatin ose jo ta detyrohen mos e shkelni kushtetutën, mos e bëni cirk këtë kuvend qytetarëve të popullit vendit tonë. Mikrofonit ndalet. LUS, Partinë Demokratike të Lidhjen Demokratike të Kosovës, që ta propozoj kandidatin për anëtar të komisionit. Nuk kanë propozim, atëherë LUS subjektin Srpska Lista, që ta propozoj kandidatin e vetë për anëtar të komisionit. Poštovani predsjedavajući, uvaženi poslanici, Srpska lista dalje ima isti stav. Predlog koji ste dali nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine i mi nećemo dati kandidata Ja znam da ste navikli u prethodne 4 godine da kršite sve propise, ali je došlo vreme da sa tim prestanete. LUS, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, që ta propozoj kandidatin për anëtar të komisionit. Nga grupi multietnik që kanë propozuar anëtar të komisionit janë Kosova Demokratik Tyrk Partisi Fidan Zhilta, Iniciativa e re Demokratike e Kosovës IRDK Elbert Krasniqi, Nova Demokratska Stranka Emilia Regjepi, Za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rashić, Koalicija Vakat Rasim Demiri, Partia Liberale Egjiptiane PLE Veton Berisha, Social-Demokratska Unia SDU Dud Balje, Partia e Shkallinjve për Integrim Artan Aslani, Jedinstvena Goranska Partija Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli. LUS deputetat e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër?
kush abstenon? Më duhet të arikujtoj se aktgjykimi i kushtetutës kundër ose për abstenim, po jo të mos votojnë, deputetët të mos votojnë. Kemi 4 vota për, kundër kemi 1 dhe nuk kemi asnjë abstenim. Atëherë obligohem që të ndërpres seancën, sepse s'ka quorum dhe të shihemi të hënën në orën 10.